Mesditën e 29 prillit, në lagjen Alidemi në Tiranë, ndodhi një ngjarje e rëndë. Një qytetar me një armë tip Skorpion qelloi pranë zyrave elektorale të subjektit politik, Partia Social-Demokrate. Ngjarja terrorizoi banorët e zonës, ndërsa u raportua se qytetari që qelloi me armë, shtetësi Arjan Telallari, është një mbështetës i Partisë Socialiste. Telallari, që u shpall në kërkim, dyshohet se shkoi për të sqaruar një konflikt të djalit të tij me personat që ndodheshin në zyrën elektorale. Konflikti ka agravuar në përdorimin e armës së zjarrit, ku sipas dëshmitarëve janë dëgjuar të shtëna, teksa në vend ngjarje janë gjetur 2 plumba të pashpërthyer. Ngjarja ka ndodhur në njësinë 1 në Tiranë, që është edhe zona elektorale e ministrit të brendshëm Ervin Hoxha, teksa autoritetet po vijojnë punën për zbardhjen e rrethanave të plota të kësaj ngjarje të rëndë. Policia e Tiranës njoftoi se në sallën operative mbriti një telefonat për të shtëna me armë zjarri në ambientet e zyrës elektorale dhe grupet e saj të shërbimit gjetën 2 plumba në vendin e ngjarjes dhe xhamat e thyera me sende të forta të zyrave, teksa personat e përfshirë u zhdukën pa gjurmë. Ngjarja ndodhi pikërisht në zonën ku Ervin Hoxha prej 2 muajsh është duke bërë fushat elektorale, njësia nr. 1 dhe njësia nr. 2. Por, vetë Ervin Hoxha nuk reagoi për ngjarjen e rëndë e cila mund të ishte shndërruar në një tragjedi. Madje, ai vetë dyshohet se është përfshirë në skandal zgjedhor për shkak se me makinat e shtetit ka dalë në fushat elektorale. Skandal. Ministri i brendshëm fushat me makinat e ministrisë dhe gardës pak t'i zbarkoi në zyrë. Në shkelje flagrante të ligjit, ministri i brendshëm Ervin Hoxha përdor makinën e shtetit, targa evidentuar dhe gardën e Republikës për fushatën e tij elektorale në njësinë 1 në Tiranë, që është zona e tij elektorale. Siç duket në këto pamje, këtë të hënë, kur ora shënonte 18:24, ministri i brendshëm i shoqëruar nga garda shkon në zyrën elektorale në kuadër të misionit të tij si kandidat për deputet i Partisë Socialiste. Në automjetet e Ministrisë së Brendshme ka materiale zgjedhore me logo të PS dhe numrin 5, e kjo përbën vepër penale dhe dënohet me burg. Qendresa qytetare i kërkon spaktënis urgjentisht hetimet dhe kërkon ndërheqje urgjente të Ervin Hoxhës nga posti i ministrit të brendshëm. Ky është një standard që duhet shmangur dhe mbi të gjitha duhet bërë shembull. Siç e ka bërë zakon heshtjen për ngjarje të rënda kriminale, edhe për këtë rast Ervin Hoxha nuk reagoi. Madje, as KQZ apo SPAK duken të pashqetësuar që ministri i brendshëm përdor pushtetin politik dhe asetet shtetërore për të bërë fushat dhe mbledhur vota personale. Ky është një rast që duhet alarmonte strukturat shtetërore, por deri më tani Ervin Hoxha vijon të mbledh vota i qetë duke përdorur asetet shtetërore. Duket se mbledhja e votave janë misioni kryesor i Ervin Hoxhës, pasi rendi dhe siguria e qytetarëve gjatë kohës që ai drejton Ministrinë e Brendshme është në drejtim të paditur. Gjatë qëndrimit të tij si ministër, në vend ka ndodhur disa ngjarje të rënda kriminale që kanë marrë jetë njerëzish. Më e rënda është e cilësuar si masakra e Dobraçit në Shkodër, ku 4 qytetarë të pafajshëm humbën jetën në një atentat mafioz. Gjatë muajit prill dhe maj të këtij viti, në vend ka ndodhur gjithashtu disa krime të rënda. Në datën 17 prill, në orët e vona të mbrëmjes, u ekzekutua me armë shtetasi Gjovalin Prendi, babai i Sidorel Prendit. Pak minuta më vonë, në Tiranë, 4 të rinj, 3 pjesëtarë të së njëjtës familje, u qelluan me breshëri arme në zonën e Lundrës në Tiranë. Nga atentati, mbetën të plagosur 4 udhëtarët në automjet, mes tyre një fëmijë i mitur. Pak ditë më vonë, në Vlorë, u ekzekutua me armë zjarri një qytetar ku dyshohet se për këtë ngjarje porosia erdhi nga Dubai. Në ditët e para të majit, në mes të ditës, 5 persona mbetën të plagosur në qendër të qytetit të Laçit. Njëri prej të rinjve ndroi jetë në spital. Por, ngjarja më e rëndë që tronditi opinionin publik është ajo e vrasjes së Martin Canit, 15 vjeçarit që u vra në ambientet e shkollës disa muaj më parë në Tiranë. Për të gjitha ngjarjet, ministri i brendshëm ka heshtur, nuk ka thënë asnjë fjalë. E të gjitha këto krime të rënda kanë pasur pasoja direkte në jetët e qytetarëve të pafajshëm. Por, jo vetëm përdorimi i strukturave të shtetit për fushat, heshtja për krimet zgjedhore, por Ervin Hoxha është edhe një zyrtar i akuzuar për korrupsion, madje nga vetë kryeministri Edi Rama. Ministri i brendshëm është histori më vete, kapitull më vete që for the record, kreu organizatës dikur kur punonte si drejtor i hetimit atimor, e shkarkoi për korrupsion. Ministri i brendshëm aktual është shkarkuar për korrupsion nga Edi Rama? Po, ka kërkuar dorëgjën, e kam thënë kryeministri, mund të më sjellësh faktet për këtë njeri kur kërkoi shkarkimin? Në respekt të punonjësve që kanë punuar me mua, se ka punuar me mua. Po, kam lef
se e kam mbështetur dikur, se e kam mbledh, nuk e di pse e kam mbledhin, po edhe është marrë me motrën time. Ai dhe Belinda e kanë larguar nga puna. Kjo është histori më vete. Ai dhe Belinda Balluku janë marrë me motrën time, e kanë larguar nga puna. Ky është denoncimi i bërë nga ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj në emisionin Çim Peka Live, ku deklaronte se Ervin Hoxha është shkarkuar nga detyra me kërkesë të Edi Ramës për korrupsion. Plug hulumtoi më tej për këtë deklaratë. Ervin Hoxha rezulton se është shkarkuar nga detyra në datën 21 gusht 2019. Një ditë përpara shkarkimit të tij nga detyra, kryeministri Edi Rama publikonte foto nga aksioni kundër informalitetit në Durrës, ku ndër të tjera shkruante se denoncuesit kishin zbuluar edhe inspektorët abuzues. Ja disa nga rezultatet konkrete të denoncimeve të qytetarëve, kjo është vetëm një zonë në luftën e përbashkët kundër informalitetit dhe më e mira e kësaj pune është se goditën abuzuesit dhe zbulohen edhe inspektorët abuzues që bëjnë raporte fiktive nga kafenet për rishfet a për dembelizëm, një gur që vret dy zogj. Duket se Ervin Hoxha kishte nisur të hante dardha pas shpinës së kryeministrit, aq sa denoncimet e shumta që morin në aplikacionin kundër informalitetit detyruan Edi Ramën të largonte nga detyra pikërisht Ervin Hoxhën. Por ai duket se i kishte rrënjët e forta në rilindje, pasi largimi i tij nga detyra nuk u pasua me ndonjë hetim për korrupsionin e pretenduar nga vetë kryeministri. Hoxha madje u emërua në Ministrinë e Brendshme si këshilltar, ndërsa më pas mori 2 poste të tjera të rëndësishme, atë të drejtorit të shërbimit të provës dhe para se të emërohej ministri i Brendshëm, drejtoi Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit. Në këtë detyrë, Ervin Hoxha është akuzuar se ka favorizuar ndërtimet e grupeve kriminale në Shkodër dhe jo vetëm. Referuar të gjitha këtyre, ngrihet natyrshëm pyetja se çfarë bën Ervin Hoxhën një njeri kaq të fuqishëm dhe të paprekshëm, madje edhe nga vetë Edi Rama. Arben Ahmetaj në Çim Peka Live deklaroi se ministri i Brendshëm i shkarkuar për korrupsion është një nga 4 ministrat e besuar të Belinda Ballukut. Ky e fundit është e zënë me drejtimin e fushatës elektorale të PS në Fier, e ku pas ka marrë disa prej njerëzve të besuar të saj, të cilët janë denoncuar nga plug për afera korruptive. Kur ju ishit ministër? Kur isha ministri i financave, është shkarkuar ky me urdhër të kryeministrit dhe kam thënë, a mund të më thuash çfarë ka bërë? Ato e di unë, tha, ai njeri është i korruptuar. Sot e ka ministër të Brendshëm dhe për turp të tij do t'i ngelet tërë jetën stam që është emëruar nga krimi dhe ka bërë atë lloj arrestim për të ndotur sytë e shqiptarëve, arrestimin e ish president. Ervin Hoxha është emëruar nga krimi? Patjetër. Dhe nga oligarkët. Por, jo vetëm kaq. Ervin Hoxha është akuzuar edhe nga opozita si emëruari i bandave në krye të Ministrisë së Brendshme. Në seancën e kuvendit të datës 7 nëntor 24, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi denoncoi nga foltorja e kuvendit se Ervin Hoxha është përfaqësues i krimit në qeveri, ndërsa përmendi edhe vllain e ministrit Hoxha se si drejtori Belinda Ballukut në OSHE vjedh qytetarët. Ushtarit bandave sollët policinë e shtetit në kuvendin e Republikës Shqipërisë. Në pikpamjen e analizës psiko-kriminale që unë kam për shkak të detyrës, ty hyn të njerëzit recidivistë për sëritës gënjeshtare. Policia e shtetit ka bërë detyrën, nuk ka hyrë në kuvend, turma që drejtohej nga ty, po sillej drejt institucioneve kushtetuese. Je ti edhe çeta hajdutëve që treton ty, duke përfshirë dhe të vëlla, që do maj në qatë beten edhe Belinda Ballukun bashkë me të, do ta mësosh shumë shpejt pse po e them këtë. Që është një hajdut atje në OSHE që vjedh paratë e qytetarëve dhe të energjisë elektrike të qytetarëve.